Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu xhalla wala falendrojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithata që i ndjekin rrugën e drejtë deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po i rikthehemi rreshtave të shkruar nga Ibn Qayyim në librin e tij Smundja dhe Ilaçi. Nëse ju kujtohet, atje ku kemi ndërprer para Ramazanit, kemi arritur tek një udhëzim të rëndësishëm që e ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah për imunizimin e besimtarit dhe masat preventive për të mbrojtur nga çdo mëkat. Dhe padyshim se ky shpjegim që e ka bërë Ibn Qayyim rahimahullah, normalisht ka bërë dietar të tjerë kështu më, po flasim për librin që e ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah, është nga metodat më efikase për më mbrojtur njëri nga çdo sherr. Kështu që për te dijes nuk i që ka mërë ma shumë se kaq. Për te dijes. Mund të thellohesh, mund të zgjerohesh, por për te kësaj që kjo është afën. Pastaj i mbetet çdo njeriu si ka me organizuar jetën e tij në raport me këto udhëzime dhe këto preventiva. Edhe kështu të ndërrozen me shumë sene afën. Ne jo rreth marrim informata të rëndësishme, të produktive. Por në momentin kur vjen informata arshme, kjo bëhet sikurse për shembull mesazhi i caktuar, apo nuk e lexon, kalon, harro ça ka qenë mesazhi i kaluar, për shkak se mesazhi i arshëm e ka harruar mesazhin parakalues. Andaj janë informata, janë disa shpjegime, pse kretojnë që kështu, po janë disa veçanti, të cilat duhet me i nxjerr nga konteksti kohor. Mos më thonë, i kena marrë, i kena ngushtë, jo, ato nuk i nënshtrohen kontekstit kohor as vendor, janë për çdo kohë, për çdo vend. Dhe duhet me pas parasysh gjithmonë që ato me i analizu, me i bisedu, me diskutu, me i rikthy e kështu me radhë, nga se për te i kësaj si ku shkon mua. Pastaj për te i kësaj ka pastaj detajzime, shpjegime, degëzime që janë për nivele por për musliman e rëndëmt, i që do me rujt fenë e tij, do me rujt imanin e tij, do me rujt raport me Allahun te bareku teala, çtojnë ato. Që Ibn Qayyim rahimahullah ka pru deri këtu që kemi marrë dal nga dal deri tek këto. Edhe ka ardhur deri te ato që e ka përmend se besimtar duhet mirujt 4 porta. Derisa ka përmend, domthon fillim atje kemi fol për shëmtueshmërinë e mëkatit për me e mobilizu aspektin teorik të besimtarit. Pastaj e ka përmend edhe betejën me shejtanin, edhe disa udhëzime tjera për me aktivizu aspektin praktik dhe të lëvizjes karshi, domthon kësaj betejë dhe kësaj lufte. Dhe se dën dy rrafë me kon funksionale, edhe teorik edhe praktik, atëherë do të kujdesu për roborin ton. E për mogëris për roborin do të mos parim me mshëldyrt. Se ka ti në bor punën mbrana kur deporton do mbeturinat për jashtë. Kështu që duhet me mbyll oborin mirë, e pastaj mbrana oborit puna sa dush të ngadal, nga se çdo punë pastaj është vërejt apo. Vërejt. Nëse njëri për shkak ka një sasi, më falni shprehjen, mbeturinave në borr apo. Një pjesë e hiq, apo një pjesë e hiq, do të mlodh nesër tjetër apo. Nëse sin sasi tjetër apo, ka më vazhdojë nesërmen ku që ti kumet, se s'ka tjetër. Apo. Andaj sot që të vonohet në largim, ai është në avancim. Mund të vonohet me hiq borllogën një muaj ditë, so më rëndësia, ka i gjithë me ikë, po më rëndësia është gjithmonë në avancim. Çdo ditë që atjek është më pak se që ka pasur. Kjo më rëndësi. E më nëse ka hyrje të mbeturinave anash, apo, domethënë largimi i mbeturinave është pastaj proces i pamundshëm. Për shkak se sa hiq më shumë hyn apo. Dhe jo rrallari ndodh muslimanëve që të fokusohen në një vest me largu, diçka me mushëru, mu përmirësu, tash e patëm Ramazanin, tentojnë pak më ngrit, por nëse janë portat e mbyllura si duhet, nuk është organizimi si duhet, prap kthehesh në situatën që s'ka qenë atë, madje edhe më keq atë. Dhe prap energji e re don dhe kur të shikosh me vite, aty këtu plus minus një lëvizje të modeste shumë e vogël apo. Dhe që të jetë investimi i dur dhe të jetë investimi domthon gjithashtu i vërtetën, atëherë duhet më marrë masa. Gjithçka pas ti mohabete pastaj është
veç lodhja, nëse nuk I marrim këto masa seriozisht. A dhe I kemi çfarë tha? Me mbyll 4 porta. Portën e shikimit, portën e mendimeve, ku po menanti, ku po çmenon. Sot ti habitet njerëz ka I lodhi me atë, kush ças menon njerëz. Ai që qenë me atë për shembull lloj fusha caktuar. Çu tani për ta më konstruon namaz, çu për ta mos më bëj. Nuk funksionon atë. Këtu ligjet e Allahut, Allah ka vendosur ligje. Po mund të shmosh. Prandaj e rujt synin, me rujt mendjen, me rujt gjuhën e me rujt gjymtyr, dorën, komën, çto se të ruish 4 copa I run, te je në rregull japën. Çdo investim pastaj që aty mbet nuk rrihet apo. Por që është sinqerisht ardha deri këtu është sukses, alhamdulillah. Por është në përgjithësi ta çush ka mosil kashi kësaj sasi informatash që e kemi marrë. Tash I bënkaj më rëmëlla pas këtij sqarimi, dhe rrumbullaksimit të kësaj teme, vjen tek problemi kryesor, për çka e ka nis librin. Dhe në pyetje ju kujtohet atje tash e pranoj, ju kemi edhe vim, po në pyetje kujtohet e thot çka thoni për një njerëz që është sprovuar në sprovë, se nëse vazhdon me ato ka më shkatërru, ka më ai përmend sprovën. Çka godi, po nuk përmend cila lloj sprovë ka goditur. Po më kanë marrë ka nuhat edhe ka kuptuar për çfarë sprovë bëhet fjala. Dhe sprova ti është sprova e epshit apo. Sprova e zinos. Ai ka sprovë në zina, që ka bëu pyetjen, ka sprovë të madhe me zina. Edhe pse Allah na fal, Ibn Qayyim rahimahullah jep indikacione me kuptuar që ka mundësi të është sprovë me sprovën e popullit Lut alayhis salam. Prandaj të dyat I trajton njëjtin kapitull apo. Dhe mas të kapitulli tani Ibn Qayyim rahimahullah godet fuqishëm veç në pikat kryesore që me to I përmbyll librin apo. Prandaj sot kemë marrë një temë që në aspektin e veprimit mund të na duket ndoshta jo interesante për ne për mëkat si kozinaja me fola apo. Por mua po ndezon kuptimet që I ka sjellë Ibn Qayyim në trajtimin e mëkatit, jo vetëm mëkatit. Ai bën tash argumente që është haram zinaja, është haram vepra popullit Lutit, detajet të diskutimit të lëmë për këtë çështje, si mëkatim mund mos na duket shumë edhe interesant, apo. Edhe pse çdo është më shumë interesant. Mirë po, disa kuptime që I ka sjellë në kuadër të trajtimit, që ato janë interesante. Prandaj nuk më me të si kapitull për shkak se është që tu lidhen senet me nënësi edhe për pjesën e mbetur më tutja. Prandaj tash veç mas kësaj është pjesa përmbyllëse e librit apo. Ibn Qayyim rahimahullah, ama është sinqerisht shumë e fuqishme apo. Kur flet për dashnin për Allahun te barekuhu teala, është mahnica apo. Mahnica. Edhe sjell apo konkluzia e kryesore është veç me dashni këto konkluzionë apo. E don Allahun ratosh, nuk kitu të lashe, kime pasi më të lashe. Çështja që domon flet për një dashuri me tjetër përmbajtje, me tjetër ngjyrim, jo thjesht veç pretendim apo. Prandaj ky njeri është provuar me dashni të gabuar. Prandaj ka sjell problemin apo. Tash ky do më orientu dashnin diku ku duhet për më përmirësu veprimin apo. Dhe kjo është ajo që kemi thënë vazhdimisht. Nëse përmirësohet e brendshmja, përmirësohet e jashtmja apo. Jashtmja është problem për shkak se brenda ka pas të lash apo. Nuk e ka pas zemrën të mbushur dashni për sa duhet, dhe mungesa e dashurisë si dominim mbi zemrën e tij ka mundësi që tash të dominohet nga epshi, nga joshë e tjera kështu më radh. Pra Ibn Qayyim rahimahullah thot wa hadha kulluhu ma dhakarnahu muqaddima. Kjo që kena përmendur tash është hyrje. Domthon hyrje 375 faqe. Libri I ka, dhe që kena marrë 375 faqe të librit apo. Kena kalu librin. Ibn Qayyim thot kjo që kjo është domthon hyrje bejnë yedi tahrim al-fawahish wa wujubi hifdh al-farj. Kjo është hyrje, domthon për me ta shëruar ty se punët e pamoralshme të ndaluara dhe se besimtar duhet me rujt organet e gjinitale apo. Me rujt nderin e tij, me rujt moralin e tij apo. Pastaj fillimisht Ibn Qayyim rahimahullah fillon me shëruar këtë çështje me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për shëmtueshmërinë e zinas. Dhe kjo është e metoda që gjithmonë e ka paralajmëruar më herët, tash shkon me zbatim praktik. Do duhet për çdo veprim, për çdo lëshim që ne kemi të lashë dhe problem, duhet fillimisht mobilizim teorik. E ky mobilizim teorik do të thotë në rum I ka dy kanda.
këndin e mësimit dhe këndin e rikujtimit. Ama duhet gjithë më kur aktiv. Se gjithë më besim me pas aktiv, domthon aspektin e mobilizimit teorik. Ose teorik kuptim të mësimit diçka të re, se kum dit, tash se bëj, ose është dobësu që ka ditë duhet me fuqizim me rikujtim. Prandaj Allahu xhallahu ala ka thonë: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Rikujton nga se rikujtimi i bën dobi besimtarëve. Allahu ka gjykuar se i bën dobi. Për çka i bën dobi? I bën dobi për me fuqizu, për me imunizu kështu më radh. Prandaj përsëritja e temave të caktuara, goditja në pikat e caktuara është për me majt mobilizimin aktiv gjithmonë, teorik, të dijes, që këtu informata sillen apo. Andaj keni pa në Kur'an, ka tema të caktuara që pe fillim Kur'an deri në fund sillen ato. Ta jo njëjtë, në Kur'an nuk ka përsëritje. Në çdo vend ku ka përmend Allahu që të bëhet për shembull rafimin e Musait alayhis salam. Gjithmonë ka dikun të shtuar, ka dikun të reduktim, ka një fokus me një temë caktuar. Ama Musa alayhis salam, çfarë apo domos. Tema Musait alayhis salam e kim Bekare, tani ki tutje me radh, apo në suret veçanërisht në suret e Kafundi apo. Atje pasri do mos harroni Musa në Bekare apo. Ta rikujton duke dalë nga Kurani të dalë me Musa alayhis salam. Madje në surën Juzun Amma, Suhfi Ibrahima wa Musa apo. Suhfi të Ibrahimit dhe Musa apo. Me Musa rikujtohet vazhdimisht alayhis salam. Ose tema të tjera madhore që ato. Prandaj dua të them që Ibn Qayyim rahimullah na mëson se kjo është menhexhi. Që është metoda e dur e ndërtimit dhe e fuqizimit dhe imunizimit apo. Domethënë metoda e mobilizimit teorik, qoftë me mësim të ri, të mësu, qoftë me rikujtim që realisht ngjall kapacitetet mbrojtëse të besimtarit ka shi rreziqeve të caktuara. Qase ti kur ki rrezik caktuar duhet mi ngjall kapacitetet, sigurisht se trupi për shembull apo. Kur sulmohet ngjallën kapacitet mbrojtëse, imunitetit apo. Nëse nuk ngjallën deportohen me lehtësi domthonë smundjet e ndryshme. Edhe kështu në kuptimin e mendimit, në kuptimin e veprimit, gjithçka çdo fushë apo. Andaj me Qayyim rahimullah bën argumente që thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe që ka thënë, ka thënë akthar ma yudkhilu an-nas an-nar al-fam wal-farj. Domthon më shumë diçka njerëz që janë në xhenem, më shumë ti është gjuha dhe organi i tyre gjenital. Njerëz më shumë shkojnë në xhenem për shkak të dy sene, më shumë ti. Ka për tjera, po më shumë ti për çfarë shkojnë njerëzit në xhenem. Pastaj ka përmendur këtu Ibn Qayyim rahimahullah për me tregu shëmtueshmërinë e kësaj pune, e ka përmendur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk lejohet derdhja e gjakut musliman përveç në 3 raste apo. Në 3 raste. Dini një pyetje është ka situata kur në situatë caktuara, domthonë si gjykimi për zinan është ekzekutim. Qase në Islam ka edhe ekzekutim me vdekje apo. Ka. Ibn Qayyim rahimahullah ka përmendur këtë hadith për t'treguar shëmtueshmërinë e zinas. Pse? Shikoj çfarë vlerë ka besimtari apo. Edhe tash hadithet që flasin ose transmetime që flasin për vlerën e besimtarit. Domthonë më i shajtë se çabja në këtë dunjan me prish për Allah është më lehtë se një musliman me dërgjakun e tij. Këto me një apo. Shikoj këtë vlerësim kaq të madh, kaq superior është vlerëson me zinafën. Që me kuptoj se është e keq domosdoshmë. Po shikoj ato që është më e shenjtë te ti, si njëri është vlerëson me zinë Allahu ndërtuar, me punë pamoralshme, me marrëdhënie jashtë martësore apo. Pavarësisht është i martuar, është i pamartuar. Sa më rrethona rënduese, padyshim se vepra është më krim më i madh. Martesa është rrethon rënduese në këtë situatë, nuk ka rrethon lehtësuese. Kur sa më i vjetër në moshë është rrethon rënduese, sa më i ri e më i pamartuar është rrethon lehtësuese. Po duhet në përgjithësi, domthonë është çështje që është tetë e shëmtuar. Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah përmend edhe disa, sikur se ka folë më lart, tash në mënyrë pak më të detajzuar, domthonë çfarë pasoja të këqija si zinoja apo. Çfarë pasoja të këqija si zinoja në shoqëri apo. Që njëri domthonë nëse në momente të caktuara është në vëmend, në vedinë e tij se bën atë. Nga se çdo si ti shajtë njëri nuk i bën këtë punë. Ose gruaja nuk i bën atë. Për shkak se sjellin pasoja, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, tash disa nga këtu mundin në kuën tonë mos me kuptim. Bëni se fatkeqësisht edhe pasojat janë devalvuar.
Për shembull, fatkeqësisht, po ky flet për jetë normal, për natyrshmëri të ruajtur të mbrojtur. Prandaj mjafton për shembull turpë që sjell familjes njëra apo. Turpë që sjell apo. Bën me ul kokën apo. Sjell për shembull para me kum në barr, e detyron është edhe me abortu, thotë me mbyt fëmin apo në vet. Tani bashkëtonat me zinas dhe katlit dhe vrasjes apo. Dy gjëna krime më të mëdha mund të shmop, mos shirkut, s'ka më të mëdha apo. Zina dhe se vrasja nuk ka mëkat më i madh se sa. Domthon këto dy janë më shirkut apo. Andaj bashkon, shikoj tash ato shqetëson me u bajt nga mëkati në mëkat. Mos lazim pastaj thotë, apo përzinia e përjardhjeve apo fëmijëve, nuk din ku janë, çka janë. Domthon fëmijë jashtë martësorë që janë problem i madh sot apo. Fatkeqësisht apo. Na dimë për vende caktuar edhe perëndimit, statistikat janë më kuptuar se me shifra marrëmendse domthon ka fëmijë që nuk i dihet përjardhja, nuk i dihet prindi kush është kështu më radh, fatkeqësisht janë jashtë martësor. Të probleme që sot njerëzimi vun për ty na thon. E më kaimë rëmë thotë që to me pas parasysh njerëz dhe kuptojnë që sa është e keqe. Plus kësaj, ky mobilizim teorik të nëse kështu po e quaj mobilizim teorik për me kuptuar më drejt, don është edhe me kuptuar shëmtueshmërinë e mëkatit e para, edhe e dyta me kuptuar arsyeshmërinë e dënimit. Se kanë dikush për shembull se kupton pse shariati e dënon kaq fazinonat për shembull. Pse nga se në ligjet momentale zinaja nuk është vepër penale apo. Nëse bëhet me dëshirë, bëhet sa vepër penale. Mund të jetë në situatë caktuar për vepër penale, nëse burri e ka pa, psikikisht ngarku, është po për aspektin psikiktina çaça apo në gjop paguhet apo. Por jashtë kësaj nuk dënohet apo. Nuk është apo diçka që është e dënueshme si vepër penale apo. Apo por nëse nuk bëhet fjalë për shitje tregti, këtë diçka është, apo në sens s'ka diçka që e penalizon. Prandaj edhe debatet shpesh bëhen apo pse Islami ka shumë apo. Nëse para se me shku te debati për domethënë mënyrën e dënimit apo. I marrën parasysh që to rrethana dhe realitete duket pak çka ka ndodhur kjo. Në thonë normale. Ai Islami gjitha këtu i ka Allahu xhallahu i gjithdijshmi, domthon i ka gjykuar dhe i ka zbrit, duke pas parasysh domthon rreziqet edhe pasojat e shëmtuara që sill zinafën. Gjithashtu edhe domthon për burrin e kësaj radh, prandaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, domthon sa shpesh ka ndodhur që domthon zinaja ka nxit edhe pastaj lejime edhe të tjera të ndaluara apo. Lejime të tjera të ndaluara apo. Me shambull shumë dhe pastaj thotë edhe shkeljet e shumë të drejta apo. Zinaja ka pru, sikurse kemi mësuar Ibn Hazm rahimullah ka përmend nga përvojat e jetës, thotë se kur flet për dashninë dhe urrëtitjen, thotë e kom mësuar dhe e kom vrejt nga përvojat që i ka pas me njerëz se ai që bën zinë me një grua, që ajo grua për të pastaj bëhet gruaja më e urrëtit apo. Në zinaja nuk son dashni, për dallim nga marrëdhëniet normale mes bashkëshortëve. Ato janë sebeb i dasnisë, ndërsa e kundërta është sebeb i urrëtitjes apo. Pra kur nuk ka mundësi në zakonshëm, për prashime caktuar, po zakonisht me zinaja përdon urrëtitje, nga se nuk krijon një lloj mosbesimi. Që nëse ajo ka qenë gjendje, për shembull, me prish moral me këtë, pse nuk e bën me dikon tjetër, për shkak se s'ka kulm që i bashkon, ose për shembull ajo tjetra që gruaja që ka bën me dikon, thotë se ky burrë ka traftu gruën e vet, pse trafton mua, thonë. Domthonjë që shkon me zinxhirore, shkelen shumë lindin probleme aq banale, aq të ndyta, aq domon të pesta, saqë realisht njerëzimi merr komplet një kohje jo të natyrshme të funksionimit të jetës së tij apo. Thotë më ka marrë sa padresia pasaj ndodh në këtë aspekt ekstremal më radh. Po gjithashtu edhe interesant thotë më ka marrë nga veçoritë e zinas është thotë se sjell varfëni apo. Sjell varfëni. Pse sjell varfëni? Na dim, son njerëz për shembull apo sa portë i kanë çunë për apo në për investime për një dashën shëtitje, dalje, bën apo normal që është na s'ka qenë deri në varfëni, por shpenzimet hatashme mëdha. Dikon e ka qenë deri në shkop të varfënisë apo. Dikon e ka qenë edhe në vrasje, në vetvrasje. E shumë problemet që ndodhin këtu apo, po më dikujt kjo dikujt ajo, po merren si është që ky mëkat askë nuk e lën pa pasojë apo. Dhe s'është la pasojë është më e keqe dhe më e shëmtuar se sa tjetra apo. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, thotë edhe nga pasojat më të shëmtuara këto thotë se zinaja e mbyt zemrën apo.
Subhanallahu. Don ka mëkat që smun zemra. A ke po mëkat kur e bën smuhet zemra. Kemë mësu për smuën e zemrës të vdekën atje të zemra shëndosh. Sa di më kemër Allah, ndërsa zinaja e mytë. Në s'len dritë në zemrë mua, as nuk len mundësit të funksionimit të zemrës, apo as ma minimale. Qa që është mëkat i shëmtuar. Pra ne thot, felejse ba'de me fsedet il katli, mas fesadit vrasjes, fesad ma të banzina nuk kapën. Nuk kapën. Për që ta thot edhe shëriati në situatat saktuara e ka gjyku këtë vepër edhe me vrasja. Përshka këse dëmon, këtu dy janë zakonisht të prafërta njëna me tjetën. Dhe tash, për me ka duhet këtë pjesën, domethënë e para kjo shëmtueshmëri për të regu, ky prezantim për të regu shëmtueshmërinë e zinas, e para dhe e dyta arsyeshmërinë e gjykimeve shariatike karshi zinas. Këto dy e kanë. Këtu në raport me shpallën. Tash më kemi rëmulla bën hadith në Sa'd ibn Ubadës radhiyallahu ta'ala anhu kur ka reagu kur është qelë kjo temë në mezhlis të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash Ibn Qayyim pse e bën këtë rast? E bën për t'regu se nuk ka kjo çështje veç me shpallje, por mos me pas shpallje njerëz natyrshëm çu të veprojnë ato. E pse largo kjo tash nuk ka për me e legjitimu, po natyrshëm njeriu çu të vepron ato. Ka shi mbrojtjes së nderit të tij ato. Thot transmetimi që ka për Ibn Qayyim transmetim njëri i njohur për ju Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, në transmetim që e ka thonë me një mezhlis tani është përcjell pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka një transmetim që e ka thonë në prezencë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka reaguar pejgamberi son karshi kësaj. Më rëndësishëm se reagimi është i njëjtë. Tash a ka qenë prezant, as ka qenë prezant kjo çështje detaj transmetimi, po e rëndësishme se pejgamberi son ka reaguar njëjtë dy transmetimet ato. Karshi, domethënë asaj që ka thonë Sa'di. Sa'di ka thonë se dini shërbëtikë është me 4 dëshmitar, ato duhet me dëshmu kështu me radhë, është një procedurë, bashkë ashtu me gjyku për dikon që ka bërë zinë. Sa është pastaj çështje jete, çështje nderi, çështje autoriteti. Ai ka thonë nëse e shoh dikën, domethënë me gruan time, unë i vroj më herë apo, unë spres as në të kuptim unë e vroj apo. Edhe tani ja ka përcjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kët e ka thonë ta ajabun min ghirati Sa'd apo çuditeni me apo me Sa'd apo tash dietartu me kët pyetje që ka u pejgamberi kanë bërë dy komente. Dyja janë pajtim, nuk kanë kundërshtim. E para, domethënë se ka thonë apo çudi me xhelozinë e Sa'dit, ka unë jam më xhelos se Sa'di. E Allah është më xhelos se na. Nuk Allah ka përmend procedura të zbatimit vendimit, apo është më xhelos. Nuk është për shkak se do psoj xhelozia. Kur kërkon 4 dëshmitar, e Sa'di ka më xhelos thotë unë spresto. Ja, Allah na të kuptojmë. Kjo është një kuptim që e kemi shpjeguar. Po një kuptim tjetër është edhe kjo që Ibn Qayyim rahimahullah e ka përmend këtu, s'është më rëndësishme të kuptu se kjo reagim apo çudi po natyrshëm është kjo. Nëse një njeri për shembull apo nëse një njeri kishte më reaguar për mua ti çështot apo e Allahu që ka krijesë e që domthon ai po ashtu çka po ndodh, është normal që me kon gjykimi i krijuesit çështot apo normal është apo. Me natyrshmëria është në përputhje me gjykimin apo. Edhe pse normal që nuk kupton që duhet njëri më bëj këtë vrasje larg asaj. Kjo është tani vendim gjykate, ka rregullime në sistemin ku gjykohet me shpallje të Zotit apo. Po duhet të thonë që e ka lidh natyrshmërinë me vendimin, që kjo është pjesa që po na intereson. Se në asnjë rrethon nuk guxon njëri më marr drejtësinë dorë. Absolutisht. Ka procedura. Duhet as në kohë pejgamberit s'ka ndodhur kur ato. As në sahabi s'e ka marr. Nëse ka ndodhur, e kanë lajmëruar pejgamberin, ai ka marr tani vendime për këtë çështje, se ka procedura. Po Ibn Qayyim vetëm e ka dhënë këtë pjesën e natyrshmërisë, tragimit të tij apo çudite, nëse çka jo kuptim e ta xhebun e ka kuptimin edhe apo ju mahnit ky reagimi i tij apo apo ju mahnit, po nëse natyrshëm shumë reagon, është normal që edhe udhëzimet e shpallës me qenë në përputhje me natyrshmërinë, që është normale ato. Nga se thot pastaj Ibn Qayyim rahimahullah se njëri në situata normale apo lajmin se ja ka vrarë dikush gruan, ma le të pranon se lajmi se dikush ka flet me gruan e tij apo. Prandaj ka situatë ku vrasësh më lehtë se sa zinaja. Apo më lehtë se kjo apo. Sepse dy të vështira apo më lehtë këtë përballon. Prandaj edhe këtë aspekt apo një njeri i cili din me shkaktu kësi fesat tek njerëz apo largimi i tij për mu qetësu jetën e njerëzve është një farë shpëtimi i jetëve.
duke e sakrifikuar një jetë për shumë jeta të tjera. Edhe sipas transmetimeve që kanë përmendur disa ulemave, zbatimi për 19 vjet Medinë dikun, apo në zbatimi i dënimit për zina nuk është marrë më shumë se 4-5 herë. Në këtë Medinën, këtë shoqëni apo 4-5 herë. Në një shoqëni ku zinaja ka qenë domon nga veprat më të lejuara. S'po flas për një shoqëni që me babë që kanë pasur dy apo. Aisha radhiyallahu ta'ala ka përmend qysh e kanë pas zinon kur ishte Mekës, mushrikët e Mekës. Që ata janë kont Medinës apo. Mon ka qenë një grup që ka qenë e përdalt, më në donë që e ka po, o ditë e ka qiftë flamurin për jashtë, edhe njërës që ka po flamurin, hin shru kona. Në fund i ka thira të tetonë, kur nëso me shatë zonë e ka lindë, i ka di ketet e bura, so kun të zakon qështu, e kanë thmija është i joti. Kanë dënë e ka po baba, gjahilieta, në u dhe bilavë. Pas të kanë po zinata, kanë pi alkohol, si kanë pi alkohol ku të qëna, në qëtë punë. Ta shkësh është një me gjithë këtë, me gjithë këtë, çrregullim moral, me gjitha këto probleme morale, apo moment kur vjen ndalesa, për 19 vjet nuk shënuan pas 4-5 raste apo. Dikush ka mos po ka pasur sa më shumë pas kanë kallzu, s'është e vërtet, për shkak se sahabët e kanë pas dert ahiretin apo. E para dhe dyta ka shpallja. Allahu xhallahu ka pru shpallja apo. Për këtë çështje. Prandaj ju lëmru 4-5 raste, krejt. Në krejt periudhën e Medinës apo. Nësa për vjedhje, sipas ulemave të cilës i kanë numëruar këto, një ose dy veç. Një rast të veç që u përmend që pejgamberi ka domthon gjyku për vrasje deri me ekzekutimin e njohur për këtë çështje. Duhet të them që Ibn Qayyim rahimahullahu përmend se zinaja, domthon me kuptues se arsyeshmëria e këtij vendimi mund të jetë nganjëre emocionalisht e papranuar apo. Por në aspektin funksional të shoqënisë, shumë funksionon. Për shkak se shkon njëri po shumë ndere e familje pastaj ruhen apo. Normal. Dhe këtu Ibn Qayyim rahimullah e ka përmend edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast kur është fal namazin e kusufit. Kusuf është kur ka eklips hënor ose diellor apo. Është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka kusuf dhe ka khusuf. Don dielli dhe hëna kur eklipsohen apo. Edhe ka thon pejgamberi se tani mahet një fjalim. Këshill njerëzve, keni frikë Allahut, këto tek Allahu, është një lloj hutbe që mon imami së bashku me namaz, një lloj fjalimi apo. Në këtë transmetim që ka pranë Buhariu rahimahullah, domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parëmëna në namazin e eklipsit, apo në këtë namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë ja ummet e Muhammed, o ummeti Muhammedit, wallahi innehu betom në Allah se nuk ka dikush që xhelozon ma shumë se Allahu kur e sheh robën e tij apo robreshën e dikujt bozinave. Bon, çush Allah xhelozon është çu ati takon nuk e dim këtë si po. Pejgamberi sa ka pohu këtë si Allahu te barekuhu teala ka treguar që domthon nuk ka dikush më shumë xhelozon. Panatash sa mund me xhelozu burri, baba, vllau, me pa dikon vetën kur është xhelozia Allahu kur është dy rob të tij që ai ka fal, natyrshëm me pas një çiftëzim të tillë, ata e bëjnë më të panatyrshëm. Edhe thotë Ibn Qayyim rahimahullah, meditoje këtë përmbajtje të këtij fjalimi ku e ka thënë pejgamberi sa më për çka e ka thënë. Do të tregoj që domon edhe dielli realisht dielli ose hana kalojnë në fazë të panatyrshme të tyre, apo kur fillojnë me u shfaqë edhe veprime të panatyrshme të njerëzve në tokë apo. Nga se zinaja është e panatyrshme apo. Edhe thotë Ibn Qayyim rahimahullah, gjithashtu prapa e zinas është tregues i shkatrimit të dunjas, sikurse edhe ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Buhariut rahimahullah, edhe Muslimi gjithashtu nga Anas ibn Malik se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shenjat e kiametit, do të thotë kiameti është duke u afruar, edhe shkatrimi i botës është duke u afruar, ka thonë e yurfa al ilm, do të thotë që fillon u paku dia, ngritet dia, më pak dia kon tok, shkon duke u paksuar. Wa yadhhar al jahl, edhe fillon u shfaq ignoranca, do njerë ignorant gjitha anta apo. Wa yushrabu al khamr, dhe pijet alkooli, wa yadhharu zina, dhe përhapet dhe shfaqet zinaja. Wa yaqillu rijal, dhe pakohen burrat,
dhe shtohen gratë. Kjo është madje afër Kiametit, sa thot pejgamberi sa për 50 gra një burrë është kujdestar atë. No, për një 50 gra një burrë kujdestar. Nuk do mund që ato i ka grasë, na dim që ato s'mund pas këtë grapë, po mund me pas shumicë, mund me kon një vëlla, i ka shumicën i ka motra, shumicën i ka ndoshta vajza, e kështu më po do çaq pakon një me 50, për çfarë domon debalansi që shumë krijohet para ditës së Kiametit. E pejgamberi këtë e ka paraprit këtë debalans, domethënë të popullatës në shoqëri me çka? Me përhapjen e zinasave. Ose po zinaja prish dunjan, prish prodhimin, shumimin e prish apo normal apo. Dhe të tjera që i ka pranë Ibn Qayyim rahimullah në kuadër të, domethënë tema që flasin në kuadër të argumenteve që flasin për shëmtueshmën e zinasave. Madje këtu e ka pranë Ibn Qayyim rahimullah, thotë edhe dash me kuptu, don sa e shëmtuar është kjo vepër, apo thotë shikoje në penalizimet e caktuara për këtë vepër apo. Apo çka ka caktuar Allah për këtë? Mas pari thot normalisht tash për disa kategori jo gjithmonë, jo në çdo rast, po ka raste, ka situata kur edhe dënohet me në vdekje. Thotë shikoje se si ekzekutohet apo në mënyrë më të nënçmuese, më të keqe të mundshme, apo ndodh kjo, për treguar se vepra ka qenë e shëmtuar, vepra ka qenë tepër e keqe. Thotë pastaj shiko edhe këtu Ibn Qayyim rahimullah e bën një analizë shumë të thellë për këtë problem, por që vlen për shumë probleme të ndërzuar. Allahu xhallahu në surën Nur kur përmend domthon nëse do zinoja thot Allahu xhallahu një prej formave të dënimit është apo është me i godit me kamxhik, domthon 80 gjelda thot. I godit apo kamxhika me bom. Edhe thot wala ta'khudhukum bihima ra'fa. Mos gaboni me domon rafa Allahu përmend me i bë rahmet. Mos gaboni që dhëmshëria dhe emocioni dhe mëshira ndaj tyre më u bë që më jek dorë nga ekzekutimi i dënimit tonë. Shikoj tash pse i bëkemi këtë përmend kët. Allah alam, po na mundi me lidh kët, se fjalë njerëz të mundi me komentu. Ne sikur se përmend ama alta tonë. Domthon jeta një çfarë vlerë ka, shikoj me çka është vlerësohet. Ja me kuptoj se kjo çka një më krim i madh atë, me vlerësuar një jetë për çështën. Edhe këtu, në esencë, na si musliman jena të thirrën me pas dëmshëri, jena të thirrën me pas rahmet. Kur njëra situatë të keqe, kur njëra situatë kritike, na duhet mu i gjinda po. Këtu Allahu po na thot, këtu s'ka rahmet atë. Rafa atë. Që më thot, a dai thot mohimi dhe ndalimi që me pas një lloj dhëmshërie në ekzekutim, ja për kuptu se sa vepra shëmtuar është. Thot, gjithashtu, një fik i Ibn Qayyimit rahimahullah këtu, thot, dhe një prej arsyeve, pse, dhe me thonë, Allahu xhallahu ala pikrisht, se nuk po me të marrë dhëmshëria në asë një vendim, nuk du me zbatu vendimin ndaj dikujt, që gjykata e kanë zirë, nuk ka pëmdhimet, këtë dënimet të qashtu, po pse ka specifiku të zinaja, pse këtu ka thonë Allah, për shembull s'ka thonë tek çështja e vrasësit, s'ka thonë për shembull te çështja e ndonjë mëkati të madh, po ka thonë pikërisht të zinaja, mos t'ju merr rafa. Se rafa dhe rahme kanë dallim, apo si kur sa më thotë Rauf edhe Rahim kanë dallim, apo. Rafa në gjuhën arabe është rahmet, është mëshirë, po është një mëshirë më specifike, apo. Qysh? Rafa është kur edhe fillimi është i mirë, edhe fundi është i mirë. Apo edhe fillimi është i mirë, edhe fundi është i mirë. Do dikush është në krizë, dikush ka problem, ja nisë me trajtu mirë edhe del mirë. Çka rafa aftën? Kjo pjesë e rahmetit. Nëse rahme nuk do të thonë çështo. Rahmeti mund me kon me nis për shembull, me nis vështirë, me nis dhimbshëm, po më përfundu mirë aftën. Për shembull, nëse duhet me operu një fëmijë me prerje me kështu me radhë, në këtë rafa. Se s'pianis mirë, pianis me prerje me gjak, ama rahme. Se prerja është rahmet për ta. Intervenimi kërgjë është rahmet për ta. Apo? A ka situata kur për shembull dikush është në situatë të vështirë për shembull, themi është në situatë kritike, i themi çe parët po t'i japim, paguaj borxhin apo. Edhe fillimi i mirë, se i kena nimu, se kena kurzuar diçka, se kena shantazhuar, se kena zonë ngusht, nuk më pagu borxhin, çe parat paguaj borxhin. Ai i ka marr mirë edhe i ka dhënë mirë, ka bërë zgjidhje. Çka i thon rafa aftën.
Tash Allahu xhallahu për më tregu se, domethënë mos ju merr juve mëshira me ekzekutu, se në esencë ekzekutimi i vendimit është rahmet, po ja nis me dhimbje, apo përfundon me shpëtim apo. Nga se për to bëhet pastrim. Ai pastrohet me këtë dënim tek Allahu te bareke ve taala. Dhe arsyeja pse se ka bë këtë kërkesë në ndonjë krim tjetër pas të zinaja, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, i ka disa arsye. Në nga arsyet është se animin ka gjinia tjetër e kanë këtë njerëz apo. Apo nuk e bojnë, po kur dikush bjen e mirë kuptojnë s'ka pas faj nga të kanë provokuar, kanë ngusë. Është një farë tendencë për relativizim të mëkatit apo. Që për shembull kët nuk e gjen këtë tendencë dhëmshërisë të vrasja për shembull, nuk e gjen. Nuk e gjen të hajnia për shembull, nuk e gjen kështu. Të zinaja ka një farë mirë kuptimi apo. Andaj kur ka tendenca që emocioni me e dominu imanin, Allah thotë kujdes, që tu kujdesu se këto zone ndihshme, mundi që në emër të rahmetit e në emër të emocioneve me dëmtu procesin e vendimit të Allahut te barekuta. Shikoj, kjo është fik i madh asnjë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me zinon, po sa herë ndërhyn emocioni edhe bie për shkak të vendimit të Allahut xhallahu. Gjunata është njerëzit, tash ata po bojnë, s'jena këtu, gjuna po, do të njerëzit, po nëse vendimi është vendim, duhet me te kalu emocione, me te kalu mëshirën për më shumë me zbatu atë që Allah ka bërë mëshirë. Atë që Allah ka bërë mëshirë. Nga se nuk ka vendim në fe që nuk ka mëshirë. Nga se për këtë Allah ka gjikuar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atë ka dërguar mëshirë, kjo mëshirë është apo. Mirë po, kjo mëshirë a fillon me dhimbje, a fillon me përkthjelje, kjo është çështë pastaj tjetër apo. Por ka situata që Allahu do me çu dikun, po ja nis me dhimbje. Ja nis plip sabër, pastaj përfundon me rahmet apo. Ama këtë është rahmet. Këtë është rahmet apo. Në fundit, nëse udhëse të duhet. Andaj thotë ka mirë kuptim. E dyta për shembull, pse thotë më ka bërë, për arsye që i përmend për shembull, është se e arsyetojnë me dashuri apo. Thotë be ishq apo. Do njëri Allahu dashur fort. A beshin as shumë as pihat bukas. Do dashuria e dikujt të tepruar te dikujt që e ka qiu edhe në këtë fazë njerëz minimum këtë njëri marrë si një lloj punë të mirë apo. Në çka minimum në haram apo. Ti zë minimum i më martu, o mos i me jetsu të keqën apo. Prandaj ka një fallë dhëmshërie, ka një të çorientuar, jo ç'është duhet apo. Ose thotë më ka bërë aja që i bën njerëzit që këto në pas hezitim zbatim thotë po me çfarë ka më dy paltaj kur kush më thosë ka shti me kom për shkak që ka dhunim apo po këti që ka dhunuesi për shkak dënane sa po se dhunuesi s'ka rahmet e pse edhe dhunuesi edhe zinaçari një të vepër me kanë bë apo po për dhunuesi që ka pas ka pikë rahmeti me edhe ka dhunuani vajza ose një femër për shembull krejt është një dënane çështjava për zinë pse kanë pas javë ditë. Për shembull, domon shpeshherë njerëzit shëmtueshmin e veprimit e ndërtojnë me bazën e a është bën me pëlqim, a është bën me dhunim. Mirë, po në kuptimet fetare është që pëlqimi i cili nuk është në pëlqim me pëlqimin e Allahut, nuk ka pëlqim. Sa pëlqim apo? S'mund të për shembull se edhe kamata është pëlqim, kush më zot son me marrë, po është haram apo? Zinaja që ashtu të përën, shumë më kate më konë me pëlqim, po nuk të Allah së pëlqimet, përndaj këtu nuk miret në kontrolat pëlqimi i palve, po miret në kontrolat pëlqimi i Allahu të bareke o ta'ala. Pasaj, më ka i më rejmullah, thët edhe e treta është, thët se për me kuptu sartë e shëmtushmë këtë mëkat është se ekzekutimi i vendimit kërkohet me u publikisht, të thonë me pa. Kjo është me keqja, për shumë, me vendos dikon dhe me dënu publikisht, këtë bota me pa që kjo është një që ka prikë në derë në ujë ose kështë më radhë. Për në kuptu se sa është shëmtuar, veç. A në gjitha këtu, i bëkajmë rejmëllë i banë për të mobilizu mendjen e besimtarit dhe imanet ti që me ngrit nivelin e shëmtueshmis ka shi këti mëkati. Dhe kur ngritet nivelin i shëmtueshmis, sot do qëtet joshja jashtme, apo nuk ka mundësi me dëmtu rezistencë në brendshme apo. Se kush e fuqizon këtë rezistencë? Nëse ka provokim të jashtëm për shembull, duhet të aktivizu, që thash fillimisht, rezistenca. E kush e organizon këtë rezistencë? Dia. Normalisht, as mobilizimi praktik, mobilizimi teorik, apo e mobilizon mendjen dhe imanin që të rezistojnë karshi provokimeve. Normal.
Nëse s'ka mobilizim teorik, rezistenca dobësohet apo. Prandaj me kemër më do me e fuqizu kët me pa çore kjo, veç dënimi kur e bën këtë këtu, ky është mobilizim. Nëse çtu njëri arrit me i domethënë mobilizu momentet caktuara, domethënë joshja sado të tjetë e fuqishme nuk është dominante. S'ka mundësi për shkak se rezistenca është fuqishme. Pra të ndërozën, nëse për shembull ushtria mbrojtëse ka sistem të fuqishëm mbrojtës rezistent, s'ka lidhje me çka gjuna jepte. Më rëndësi që na keq gjuna harxojmë apo. Çaq. Pa sa më rëndësi shejtani çu e lidh këtë punë. Në çfarë situata të bën? Sa më kom pala të provokative, sa më rëndësi kjo. Më rëndësi që ti jesh, domthonë i mobilizuar si duhet. Prandaj edhe ka era disa njerëz arsyetohen për shembull për shikim ose për punë më shumë apo pse po veshin kështu. Aja pse veshet ashtu për emisaj, më katë saj, ku ki ti rezistencën. Ku ki ti fuqinë rezistencë ka shik ti më katë që ka vë. Nuk ka se të pse ajo u vesh ashtu afton. Normalisht mund me kon provokimi tash më i madh. Po është vërtet, por ju marrë tu. Kur kon fe nuk ka marrë tu për shembull, nëse kështu veshën, tani ju për shembull e keni lecimin, s'ka kërkosh, absolutisht, përkundrazi. Në fe udhëzimet janë sa më i fuqishëm provokimi, do të më i fuqishëm mobilizimi. Normal. Shikimi, gjitha këto që do të përmendem. E jo me arsye vetëm për shembull, po ti sjell këtu mjedisin këtu, po s'më rëndësi unë ku jam aty ku jam. Apo tash gjithkush nga ne gjendet situata ku duhet me pas mobilizim maksimal apo. Për shembull, tash në kët ndaj që të ofton. Mobilizimi përmbur nga syfacia. Apo edhe nga vetë pëlqimi. A është më i madh palën që po flet, apo palën që po dëgjon? Palën që po flet, se palën që po dëgjon çka ka këtu më vetë pëlqy. Ai ka shiton ta bën diku, po sa, a palën që flet, po ka shumë të formulime, të renditje, të kuptime, më shumë ato. Prandaj në këtë situatë mobilizimi përmbur nga vetë pëlqimi, duhet me kon ka palën që flet. Dikush për shembull e ka mobilizimin e shikimit më të madh, për shkak se janë situata të tilla. Unë s'jam atent në ato situata për shembull, kushtimisht. Prandaj nga gjithkush kërkohet mobilizim, varësisht nga provokimi që e kapën. Dhe sa më i fuqishëm provokimi, do të më qenë më i fuqishëm edhe më i organizuar mobilizimi, kjo është normal vëllai, normal. Tash na për shembull e kena në Kosovë apo ka ushtri, ka polici, ata ushtrojnë bojnë sana, normal. Edhe ka një vëllai mobilizimi për shkak të rrezikut. Po me buarmi ku më afër te kufini, me buarmi ku me tetu me kalu kufinin, mobilizimi çka bëhet? Që niveli ata? Jo valla. Mobilizon edhe rezervat e rekrutohen gjënate të ndryshme apo pse tash është rrit potenciali i goditjes apo. Prandaj, domosdoshmë kjo që po të bëjmë me është shumë e rëndësishme edhe për kohën tonë, që nëse ki punë në vende ku e ekspozuar rrezikut provokimit, ti duhesh me kon shumë më i mobilizuar dhe më i organizuar për rezistencë apo. Se sa dikush që se ka këtë problem, mos e pas këtë e ka një tjetër problem ai. Ama gjithkush nga ne jemi në ndonjë situatë ku provokohemi shumë. Provokohemi shumë apo? Andaj i bëjë Rahimullah ka përmendur që dilema që luftojmë të ulemat nuk luftojmë të xhamati rëndom të thonë. Normal, se më bë xhamati më agjujt dilema të ulemave, i myt. S'kan ata artilleri rezistencë për këtë punë apo. Po gjithkund Allah s'provon me nivelin që e ka. Dhe kjo është më rëndësishme kuptuar të Allahut. Për shkak se ky mobilizim është teti i rëndësishëm. Prandaj bëjmë Rahimullah tash mas kësaj ka lënë tek çështja edhe e veprimit të popullit lutit apo që është thjesht po ne pa nevojë me detale të asaj që këtu jeton, për shkak se atë ku ka qenë problem atë. Në kohën e Ibn ka qenë problem apo. Edhe ka qenë vazhdimisht problem tek ata atje apo vazhdon këtë çështje, që kanë folur ulema për këtë çështje, por dua të them që Ibn Qayyim rahimullah thot për mbyll këtë çështje tek kësaj teme, thot me gjithë këtë shëmtim, me gjithë këtë penalizim, me këtë gjithë gjykim, a ti jap me kuptues që ka çfarë pyetje apo? Për shkak çfarë diskutimi? A ka të u bësh njerëz? Që keni më bë me dek, në çit gjuna apo? Ai falet çka valla. Ai falet çka gjë. A çkeni valla a des në iman çkeni apo? Çaq është çështje don e lidh me iman. Na jemi të bindur se domon zinaja është nga mëkatet më të mëdha. Por megjithatë nuk është që nxjerrin në feje. Por Ibn Qayyim rahimullah nganjëra, edhe ulema të tjerë, domethënë këtu kanë ndonjë keq kuptime, kur gjykojnë për një vepër se nuk lën iman, me të kuptojmë se kjo është e holla, thonë. Nuk gjykojnë për shkak se vepra e azhën imanin, thonë. Po gjykojnë në bazë se ku është imani më nal që do ka që shëmtuar, thonë. Apo. Për shembull, nëse një njeri e vran një të huj,
u shku dikun një tuj e ka vrapë. Kjo është e keq atë. Po njerëzit nuk ja asgjësojnë komplet pjesën njerëzore, apo? Po sa më afër e ka vra tash një qytetar vetin. E ka vra një kryeqit vetin. Shiko, sa më tepër afrohet rrethi i të vrarit, apo shkon duke u paksu aspekti njerëzor taj, ku ka njerëzime me ku ka mendje, apo shkon. Dhe sot vjente për shembull tek i afërti. Nonën me vra njëri për shembull. Allahu na ruaj, u billah. Çka thonë për ta? Çka thonë për ta? S'ka ka njëri be. Ai njëri umet po, do të kemë pas tro njerëzi ky njëri ky se bën këtë punë, po. Andaj dhe Bekajmer Allah ka po ky një shikoj din këtë drejtë ky ka trajtuar këtë çështje. Do të kuptojmë që një që bën zinë ky nuk diun ka tani më iman këtu. Imani do që i bie se një tru iman me pas në zemrën njëri është i mjaftueshëm me i rezu zinas. Çfarë është e keq edhe shëmtuar dhe shpërputhje me vlerat e imanit apo. Zinaja. Sikur se ka ardhur në Buhari hadith ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk ndodh që njëri me bëu zina e në atë me ko musliman apo. Me ko besimtar. I kanë thonë ibn Abbasit e ku i shkon imani o nipi pejgamber ku i shkon imani apo? I ka thonë rrin bitesi hija, desa të kryen zinon. Se nuk ka mundësi në momentin, në base ka, në momentin ku njëri bën zina, imani me konë mrena. Shkon, të del për ti imani. Nësi, ajo, hija është pjesë e përbërse e qenjës, apo nuk është ndame nga qenja. Po në të kuptim që nuk ka mundësi, nuk spjegohet prezencë e imanit edhe zinaja. Edhe kur te përfundon e te kryen të kthehet imani në zemër të një. Në këtë nivel don e zhvlerëson që po jetën po dhe imanin çështja e zinos. Pastaj Bekajmer Allah thot normal se argumentet e përgjithshme japin se nëse njëri për shembull pendohet e përmirësohet edhe nga pleqnia shkon dhe bëhet më i ndershëm se rini s'ka qenë, thot ti Allah ja fal, edhe padyshim se ky nëse vdes këtë citat përfundimi i tij është xheneti atë. Po nëse shkon duke u çmoralizu sa ma plak, ma i pamoral shumë apëton, thotë më kajmë rahimullah, për njështë e tilë, dhe më thonë, kemi argumentet e shumë ta praktike, se nuk kanë mujtë me dekë si muslimanat apëton. Tash kë nuk është verdikt juridik, por është përvoj. Edhe s'jel argumente për shambull, që është njerë që kanë bovë. E s'jel një rast, i më kajmë rahimullah, të shumë ta raste i përmendu, i më kajmë rahimullah, që s'u me hinë të detalët e kësaj, por i më kajmë përmendu që ka pasur të njerëz që kanë qenë edhe devotshëm, kanë qenë njerëz të mirë, por që nuk ka mujt me i rezistu zinas edhe Allahu na ruaj, i ka sjellë në situata që me dikë edhe pa iman atë. Përmend një muezin që ka qenë në një vend në Bagdad, thotë i cili domon ka qenë njohur me ardhe të hershme në xhamie, me hapë xhamisë kështu më radh, kur çfarë ka pasur dikun Allahu alem një problem me imanin që si ka funksionuar këto momente, thotë një ditë është ngjit minare me thirrë zanin, edhe domon në afërsi të xhamisë ka qenë domon fëmijë xhami ka qenë një familje krishtere atë. Edhe e ka pa vajzën mbrana i ka pëlqyer. Po të keq është lidh zemra me ta dhe po i ka kushtuar në fund me iman as se ka marr vajzën, as se ka marr iman me vetë. Dhe ka më valla se ka zbrit ajo detalet pa nevojshme, i ka thonë i të pëlqim a ke marrë mendjen e kështë marrë, ka thonë, kur nuk e bëj atë punë për mu që më realizu. E krishtere, po, normal, kam pas moral, se kjo është universale, fetara, që është e moral. Ka s'po të marrë për më utalë, po të marrë më martu. Ka ti musliman, babem nuk më jam për musliman. Ka në halli, duhet më posina. Ka më përbona. Për paguj qmimin, apëton, për me të pasë, apëton. Ka të bënkajmë, rehmë Allah, dhe baba e se ka pranu, apëton, është në gjitë në kull me regullu dhe qka, rëzu, edhe u dekë. Thotë më kajmë rahimullah as gruan as dinin se ka marrë me vetëm. Në udhë billah. Ky shembull mund të jetë banal, shembull domon jo i mirë me ndëgju, por ky përfaqëson diçka. Ky shembull tregon diçka. Se zinaja pamundson për hundë mirë apo. Njëri që zinaçar Allah na ruaj, ka më pasë për të shumë punës nuk pendohet tek Allahu te barekutaala. Andaj më kajmë rahimullah sjell shumë transmetim të sërevit për detën që kanë pas në, domethënë, në përfundimin e mirë. Detën që kanë pas me pas përfundim të mirë, që është me përfunduar në fund apo. Edhe përmend një rast të më ka pëlqyer apo, se një ditë Sufjan Thauri rahimullah, don prezant disa njerëz ka rrjedh latë ka kajt, ka thonë a për mëkate po kana, që ki gjuna apo.
e ka kap dollë, e ka thonë, vallai gjunat për mua që kështu që, sipas parës i bëj atë. Atë kuptojmë që pendon apo, thotë se bën gjunat pendor tek Allahu xhallahu ala, thotë po ajo që po më nëjot është çish ka marr fundin apo. A kanë mos më marr deri në fund që duhet me dal faqe bardha. E ajo që e tradhon njërin më shumë në fund është zinaja në udhëbila. Nga që ka tradhu dikën, tradhon imanin në fund apo në udhëbila. Kjo është vepra sipas çfarëimi sipas veprimit apo. Ka tradhohet apo. E ka dik dikën keq me këtë tradhi, ki më dik hala më keq për këtë tradhi apo. Nga se imani tradhon. Do s'ka mos i njëri me përmend s'ka mund si njëri domthonë me vdek me la ilaha illallah, me përmend shembull caktum kur njerëzit momentet dekë që kanë thënë la ilaha illallah, ai ka përmend emrin dashnor ose emrin e kësaj, s'ka shanse edhe ka vdek me emrin dikujt tjetër në gojë, jo me emrin të Allahut te bareke ve taala. Këto nuk janë çështje që duhet marrë në till apo që po i ka ndodhur, jo, kjo i bëkaj më e bën si një përvojë e cila është standard. Tash jo këtë njerëzve ju ndodh me përmend këtë emër. Por Ibn Qayyim do të tregoj se është rregull se zinaçari nuk vdes vdekjen të rëndom normale në raport me imanin apo. Kjo është rregull apo. A ka përjashtime nuk e dim, ka një përjashtim diku patjetër. Por nëse nuk pendohet dhe me këtë praktik vazhdon deri në vdekje, vdekja e tij do të jetë një vdekje që domthon realisht e tradhon imanin e tij, e tradhon besimin në fund që s'u thot la ilaha illallah ose diçka tjetër nga më të këqijat, Allahu na ruaj. Dhe pastaj Ibn Qayyim rahimullah dhe kuadër të këtë sa që e përmend fillon tash edhe zgjat shumë disa faqe me radh çështën e problemit të popullit Lutit alayhis salam. Domthon edhe këtu e tregon se sa është shëmtueshme dhe se si e kanë gjykuar këtë çështje sahabët e pejgamberit sa si gjykohet tek domthon si gjykohet kjo tek fuqahat e kësaj rrad dhe se a është kjo vepër më e shëmtuar apo zinaja është më e shëmtuar apo. Domthon si diskutim, sepse padyshim Ibn Qayyim rahimahullah vjen me konkluz se tek të gjithë sahabët pa kontestim fare çështja e veprës së popullit është më e shëmtuar dhe më e dënueshme se sa zinaja apo. Edhe përmend pasuja dhe se kur vin njerëz në këtë drejtë tregoni më kemi rënë se kjo tashmë është naturalizim total i njeriu, fare s'ka bërë me natyrën. Kjo është e papërshtatshme. Do vjen sene që ndoshta kanë një situatë më kemi rënë më shumë e arson dikon që bën me kafshën se sa që bën me këtë, domthonë nga se kjo është skajshme të panatyrshme sipas asaj që thotë Ibn Qayyim rahimahullah. Dhe pastaj thotë në përfundim të kësaj, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, po, thotë, wa la'alla hadha, ndoshta kjo që fula për të dërmetani, zinaja dhe vepra e popullit, po, ja fula për të dyja, po. Thotë, la'alla hadha huwa al-maqsudu bis-su'al al-awwal. Thotë, ndodhë që kjo është për qëllim në pyetjen e parë, që ky njeri që ta ka pasur, që të lashe ka pasur. Edhe deri më tani sqarimi ka qenë për këtë probleme që besimtari ka në raport me mëkatimin, apo forca teorike, forca apo tash. Tash thotë që kjo është për shlimatën. Nëse më pyet a ka shërim, thotë po apo. E tash fillon me tratu këtë çështje më direkt, më konkretisht për këtë çështje. Dhe këtu të ndodhet jashtë libit në dobi me u përmend se na e dim që njëri në këtë dunjë, domthon i ka dy burime kryesore për nga i vin sprovat. Në kuptim të fitneve, kuptim të rrezikimit të imanit të raportit me Allahun te bartra, po janë dy burime kryesore. Çfarë janë ato? Fitnatu e shubuhat, don dilemat edhe shahawat, edhe epshtën. Dilemat trajtohen me teori, me argumente. Për shembull, njëri ka dilema në Zotin, ka dilema në çka, vjen me argumente. Argumente fetare, shkencore, mendore e tjera ato. Këtu me argumente. Ndërsa kjo fiku i lemave edhe këtë Ibn Qayyim këtë fik është përfaq praktikisht. Dhe kjo është domthon që Ibn Qayyim në vijim është domthon ilaçi për shumicën e problemeve të popullit tonë në raport me mungesën e praktikës fetare. Kjo është shumë e rëndësishme në zonë. Nga se problemet kryesore të muslimanëve në vendin tonë në raport me praktikimin nuk janë dilema, po janë epshe. Jo që e kanë dilemë, është islami feja me vërtet, ja, këto e kanë kryme. Tash dikush s'po flas, po në përgjithësi keni pa njerëzit nuk e mohojnë namazin, nuk e mohojnë këtë. E di që kjo është e keqe, po nuk kanë forcë me i rezistu provokimit të jashtëm që i ka rrethuar nga gjitha undave. Dhe për këtë arsye Ibn Qayyim rahimahullah thotë ka për këtë shërim,
Thot dhe kjo na kthen në fillim. Çka ka thonë në fillim? Atë që ka thonë pejgamberi sa ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu dawa'an. Nuk ka smundje që e ka zbrit Allahu e që nuk ka zbrit për të ilaç. Dhe as kjo nuk bën përshtim nga kjo. Dhe pastaj thot atë. Thot wal kalamu fi dawa. Kur do të flasim për ilaçin, për shërimin, do të flasim për trajtimin nga, domethënë, dy rrugë. Do të flasim ose nga dy perspektiva, nga dy qasja. Do të qasja e parë është domethënë eliminimi para fazës së veprimit apo. Do me eliminu mëkatin para se marr mundësia e veprimit apo. Që kjo është një trajtim, edhe e dyta kur të ndodh, domethënë si me e çrënjos nga zemra, domethënë tendencë për ta përsëritur. Njëri ka botash, nëse ne çbojmë. Raport me ato që ka bërë teubeja. Po ky është anku që sun penali burr. Nëse vazhdon me mua që ky mëkat ka më shkatru, do të vazhdimësia në veprim apo. Tani më kemi rëmë këna me eta dy këtë çështje, edhe nga aspekti i eliminimit para se më ndodh, edhe nga aspekti i çrënjosjes pasi që të ndodh. Nga ato dy jam. Pastaj thotë i më kemi rëmë. Edhe sa i përket, kjo është që konstatim, atë kaq i thjesht me thon, por kaq i madh me thon apo. Çka faza e preventives, faza më e rëndësishme, mos më urro keq valla. Pse mos provu? Pse më çrnjosa të vështirë, nuk është le çrnjosa apo. E më kemi rahimullah thot, fa amma at-tariqu al-mani'u min husul ad-da, thot atëra thot sa i përket, domethënë eliminimit të veprimit, eliminimit të arritjes së smundjes. Para se më ndodh, se njëri kur të bën gjuna, e pendohet nuk ka smu, e ka qenë momentale. Po nëse shkon duke vazhdu, është i smut nga kjo, apo. Prandaj na thotë me kaimë rahimullah, domon trajtimi i këtij problemi para se me ta smu zemrën, thotë ndërtohet në dy pika ato. Dhe pasi që ta smu zemrën, ndërtohet në pika tjera. E tash këtu kemi installuar të ardhmen inshallah bindna, por për më përmbyll për këtë pjesë, i më kaimë rahimullah, thotë se pjesa që ka të bëj me eliminimin e smundjes para se me smu zemrën, eliminimin e bakterjes, virusit, para se me godit zemrën, thot bëhet me dy çështje. E para thot nga ndol basar. Ule shikimin kime hora hata. Ule shikimin kime hora hata. Kajt probleme dhënës, një si shikon apo e kemi ceka tash. Këtu i kemi përmend 10 benefite që i fiton nëse ul shikimin. Pse thot këtu janë disa nga ato që i kemi përmend të detajzuara vënë tjera, përmend më tepër, por këto 10 i ka përmend, disa nga ato i kam përmend atë i kujtohet kur kemi fol tek ruajtja e shikimit, ato 4 porta që kemi thënë në fillim. Po i më kemi rëmë thot esenca është tek don ruajtja e shikimit, edhe këto pastaj përmend don benefitet se ulja e shikimit është domthon shikimi është shtizë e shejtanit. Nëse ul shikimin e shpëton veten nga goditja e shejtanit me shtizë të helmuar. Pastaj domthon është urni Allahu te barekuhu teala. Pastaj kështu me radhë i përmend 10 me radhë më kemi radhë të mos i të kjo çështje e uljes së shikimit, për shkak se kemi folur me tjera për uljen e shikimit, por e bën si çështje të rëndësishme dhe vendimtare për depërtimin e smundjes më tutje shikimin. Ndërsa në kohën tonë sprova më e madhe shikimi. Për shkak se, domethënë, oferta më e madhe bëhet përmes pamjes. Fotografia sot është problemi më i madh. Mundësia me pa gjithçka. Apo fotoja është problem sot apo. Fotografia. Tash a video që do po pamja është problem. Dhe nëse ti ka shi këtij problemi e ki zgjidhjen me ulje shikimit, me ty s'ka problem më tutje apo. Ti në start ke në ke rahatuar. Po nëse këtu çalan do të më jap tash edhe një opsion tjetër që i më kaimë rahimullah pastaj e vazhdon, thash i përmend 10 opsione, 10 benefite, 10 arsye pse më ul njëri shikimin dhe e dyta thot që kjo të ndonë të them veçantë për përmbyll, e dyta te pjesa e eliminimit të virusit para se me smu zemrën, që kjo çet pjesë janë apo. E para ishte ulja e shikimit. Thot e dyta thot
ishtighalul qalbi bima yasuddu an dhalika. Do të me e angazhu zemrën në të kundërtën e asaj që po fton pa me jashtë, më. Kjo është kohë gjavësia, domethënë mos me leju me habit zemrën me tema të caktuara, mos me leju zemrën aftën me pa çka ka për jashtë. Do ke pasi, domthon kur dikon nuk do më jap mundësinë me pa se më bë me pa çat pamje, është rrota me qetësova. Apo. Çfarë bëna? E habitëm, këto ke pa për shembull përpara kur prind kanë shkuar dikon me habit fëmijë, mos me pa që po dalin se ka infart, e kanë habit me lodra, këtu se ata për mund me dalë ta lërshëm apo se nëse e shet që dal të lash të pastaj me anala. Andaj ule shikimi ti vet apo ule shikimi vet ose nëse çalon shikim shikon ka rapton mundohu që me habit zam me tema madhore që edhe fati e dërguar nga syni mos më zhvendos vëbanin tek pamja, po me pas pamje tjera. Procese do të vizualizuar tu se ti po e çka po ndodh atë. Kjo sinqerisht sigurisht më bë disa e kanë përmend, sigurisht më bë operim me zemër të hapur apo. Ta ka qenë zemër ka më po tash, bëni këtë foto, internim interesant në ruajtjen e zemrës. Por si ndodhin këto procese dhe si arrihet kjo, do të jetë temë e ardhshme. Kjo është pjesa e para goditjes. E nëse goditet çish më çronios të qeniosa duhet forcë kohë e madhe se rënit një kohë të rrezikshme, pa e duhet fuqi e madhe për qeniose dhe pikërisht me këto tema të qeniosesh Ibn Qayyim rahimahullahu veç edhe e përfundon librin e tij që e kemi punë më herët apo. Allahu xhallahu ala na ruaj zemrat tona, syt ton, na ruaj nga veprat e këqija, nga zinaja, Allahu na ruaj nga se kurkush nuk është i sigurt, na ruaj Allahu nga çdo vepër e keqe dhe e shëmtuar, në dunjë dhe na boft nga ata që i ka falë i shpërlen ditën e gjykimit. Me kaq për këtë pjesë, Allahu shpëlet sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira.